hipotezat dhe mund të jetë edhe të ndryshme, mund të ndodhë që të kemi prapë dështim të seancës dhe të kemi një seancë mas largëti edhe të hanën në ora 12. Deri me tani sa kim parë na qëndrimet nuk kanë lëvizur si nga partia e parë që ka dalë nga zgjedhjet, lëvizjave vendosje, po ashtu edhe nga partitë tjera dhe shpresojmë se reflektimi i tyre do të jetë deri nesër dhe nesër të kemi një konstituim të Kuvendit. Zotri Kolaj, sa ishte drejt që të ndërpritej seanca ashtu pa e pasur të paktën deputetët të zgjedhur të drejtën e tyre për të votuar sa i përket raportit për verifikim të kuorumit dhe mandateve? Veprimi i kryesuesit të seancës konstitutive zotit Deari ishte në kundërshtim me rregulloren dhe ai është dashur që të veprojë në atë mënyrë që të vazhdoj aty ku ishte ndërprerë seanca e kaluar. Mirë po ai veproi në mënyrë kundër rregullores dhe ndërprerë seancën pa u mundësu deputetëve të deklarohen a janë pro apo kundër raportit të komisionit ato për verifikimin e mandatave. Opozita, zotri Kolaj, nuk është se po ndryshon qëndrim sa i përket asaj kërkesës që ata e kanë karshit qeverisë në detyrë, pra ata kërkojnë dorëheqjen e tyre. A sa është drejt kjo kërkesë, si duhet shkohet tutje? IKD ka bërë analizat e veta, ka treguar se kabinetit qeveritar apo kryeministri në detyrë dhe ministrat duhet të ofrojnë dorëheqje. Një dorëheqje e proklamuar nga ta nuk që është dorëheqje sepse ka pas metat e veta, duke filluar nga ofrimi kur ju ka bërë ish kryeparlamentarit Kunjufca, i cili tani më nuk ka ndonjë kompetencë sepse jemi në një mbledhje konstituive ku ligjet këtë të drejtë për të kryesuar seancën ja dhajnë një deputeti më të vjetër që i ka